Zyra e krimit ekonomik në drejtorinë e policisë së këtij qarku deklaron se kanë mbledhur prova të mjaftueshme për të vërtetuar se disa ish drejtues dhe punonjës të administratës janë të përfshirë në skandale financiare. Sipas burimeve të kësaj zyre, në qendër të vëmendjes është uzina e prodhimit të koksit. Të njëjtat burime thonë se nga kontrolli ushtruar në dokumentacion vihet re se janë bërë shkelje të barazisë në tendera dhe si pasojë shtetit i është shkaktuar një dëm prej 200 milion lekësh të vjetra. Paralelisht me këto, zyra e krimit ekonomik në Elbasan po zbardh edhe një skandal tjetër financiar, si pasojë e abuzimeve në uzinën e prodhimit të Gizës, ndërsa janë bërë të njohura tashmë shkeljet financiare në fabrikën e oksigjenit. Dosja pritet të mbërrihet kësaj jave në prokurori. Por ndërsa policia ka përgatitur një listë për personat përgjegjës lidhur me këto shkelje, bëhet e ditur se një pjesë e tyre ish drejtues të uzinave dhe fabrikave të metalurgjikut janë larguar nga Shqipëria dhe shumica ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është kombinati tekstil dikur i quajtur Stalin. I ngritur 50 vjet më para, i arriti të prodhoi deri në vitin 91, duke veshur kështu gati të gjithë shqiptarët. Më pas çdo gjë mbeti e shkret dhe në duar të askujt. Dikur këto rrugica gumëzhinin nga zhurma e makinave dhe punëtorëve. Këtu punohej me 3 turne dhe procesi niste nga filli e deri tek përpunimi e ngjyrosja e pëlhurave, bezeve e stofrave. Në 22 hektar tokë, ku shtrihet ky kombinat, u ngritën 8 fabrika që prodhonin të pambukta. Mbi 10.000 punëtorë që kishte mbledhur ky kombinat gjigant, pas viteve 90 mbetën pa punë dhe disa emigruan jashtë. Sa herë kthemi viteve që lëm pas me djersën e sakrificën shkruar në memorie, azotiku kjo kala e industrisë, ky gigant i bujqësisë, në shfaqet madhështor, si histori, si krenari. Disa themeltar të kësaj kështjellë gigante, sot i kanë kaluar të 80 vitet, por si rrapejnë të rrugës që të çonte në azotik,
qëndrojnë të papërkullur nga motet. Ata jetojnë dhe kujtojnë, urfejnë brezave cila ishte udha e mundimshme, e lavdishme, me kryefjalë Shqipërinë dhe lirinë. Ata ishin kuadro të ndritur në dije, ata ishin kuadro të lartësuar në cilësi fisnikërie. Ata u thinjën mbi oxhaqe, mbi bazamente makinerie. Ata krijuan mes betejash familje. Ata edukuan fëmijë me ndenja atë dhe dashurie. Ata sot gjyshër nëse të varfër në pasuri, mbesin vlerë, virtyt, nder dhe lavdi në det lumturie. Ata pra, këta janë burrët e fjerit, bijtë të Azotikut. Fjala u peshon në rënd, mendimi shkon larg, portreti tyre në fytyrën e myzeqes përjetësisht është gëdhënd. Për këta burra dhe për ne miqe, mike, historia mbetet e re, kujtimi nuk zvanitet. Trashëgim t'u lëm brezave fjalën e shkruar se kështjellën jo armiku, por tanët na e rrafshuan. Ne nuk mundëm as të na shuajnë, as të na përkulin. E ja ku jemi pranë mrizave të mëdhenj të mëmdheut, krenar dhe të lumtur, festojmë bashk si gjithmonë.